Nuk ja di emrin, e di që kemi punu verës, sepse ka herë punonim qështu të privat, edhe patëm punu me një familje libiase, nuk ja di emrin. E di që me një periudhe pa të sulmu edhe Gaddafi, sepse ai kundërshton të këta që ishin me bindje fetare dhe patëm plagos, në fakt, po shqyshë pa të pështu. Po kur erdhe me punu, erdhe ai me na, kur murëm me pushu se nxet, Libi ka qenë bi 50 gradë, edhe ishim struksh aty me një hije, ky erdhe dhe po në tenton me na thirë në islam. Edhe na ja premi, thëmë na, që të kretë musliman jena. Tha 3 sende i pa thonë të cilat gjatë gjithë jetës më kanë djekë. Ka thonë, e ki pa, a mundesh me paramendu njeri kur kthehet për një udhimit gjatë, qyshe për qaf nana. Thash e di, edhe si tash kur shkojmë, sa dhe si shkojnë Maltë e kthena në Libi, nana e për qaf thusës më ka pa me vitet tana. Tha, kjo është qyshe për qaf Zoti i robin e vetë kur udhëzohet në fe. Dhe ajo është ajo ndjenja që kom pa në faljen e parë me namaz, kom pas një farë ndjenjë të gëzimit që s'mu me përshkru mo, kom bo shumë përjetimet mira. Jo martu, kam 4 fëmijë Zoti i rujt, kom shumë të mira, por kur s'u shparafru qaj gëzim, ndjenjë si kurse atëherë kur ja kom nisë për më falë për herë të parë. Dytën se na pa thonë, kur po hypnin katin e parë me punu, apo i ka përceni shkallat, apo po shkoni shkallë në shkallë. Thëshim shkallë, tha ke qështu të hini edhe në fe. Mës ka përceni. Dhe treta na pa thonë, tha nxet, apo, tha jeni djeg në herë, po, tha ju ka ly nana me kostash, po, tha e paramendoni na dynje, apo doni mu shpërby për jetë, apo doni mu djeg. E ajo djeg është ma shumë se që kjo djelit. Qëto 3 këshilla shumë shkurta të këtij njerit anonim, Zoti është përbleft, kanë qenë një farë udhërryfysi për mu ma ndej me zgjedh, me të vërtet me pas që jena në rrugë të hajrit. Është fatkeqësi kur i shoh këta 3 që shkojnë jashtë e shkojnë kryen sendet që ka dhe mrenda në Kosovë. Për shembull thonë po shkoj me studiu ekonominë, apo po shkoj me mësu juridikun, apo ku ta di unë se çka. Edhe këto lami. Pa dash me nënçmu asnjë sens, se s'ka send që është i shkollës që duhet mu nënçmu. Por edhe në këto lami duhet me këshyr njeri me specializu. Për shembull, na nuk kemi ekonomista mjedisor, nuk kemi jurista mjedisor. Pse nuk specializohesh qysh në fillim? Në sektorin e mjedisit, ujrave, në përgjithësi, ka shumë punë. Është punë e cila jo vetëm që përballohesh sot për sot me sfidat, po me ndikim jashtëzakonisht për gjeneratat e radhës. Kështu që unë dëshira jam dhe 20 vjet ja kom ja vetë detyrë është me forcu edhe fuqizu profesionistë të rinë sektorit ujrave apo të mjedisit në përgjithësi. Kjo është një sens që kisha pas qef me pas sa ma shumë. Me këshyr, me studiu njerëz sendet të cilat janë deficitare, siç që ka po baba em në përzgjedhjen e drejtimit tem. Ka thonë çta se ka Kosova. Vitin 1992. Domethënë, mendoni diçka çka munden me kontribu vendit. Nuk jom i kënaqur nëse këshyri ja bëj vetit një vetë bilans me sa aja kom kry hakun familjes, me thonë drejtën se shumë jom marrë me punë për qëto shtetit e me ndimu, se ka pas shumë sfida me cilat fatkeqësisht Kosova gjithmonë ka qenë anashkalume edhe për sistemeve të mëhershme. Kështu kjo ka pas hapësirë shumë me punu edhe o dash mu dediku në këtë punë. Po besëm s'ka moment gjatë gjithë ditës që nuk i kam mend të fëmijët edhe thëmë qysh me mujt me bo diçka, po të gruaja, po të baba, nanara me të pas shpirti. Gjithmonë, kjo vjen prej edukatës për në vetëmi, me thonë drejten, e mandej e kemi gjetë në islam, ka qenë shumë e letë me pa dobin e kësajna. Roli i familjes është pas zavendësueshëm. Nuk ka kush që e zavendëson, as shtet, as kur kushesh. Kur kush nuk mundet me të bo bab, nan, dha, motër, djalë, vajzë. Këto janë rolet e pasavendësueshme. Gjithkush mundet më të bo mik, mundet më të bo çka do tjetër, po familja është, besom, për mu, bërthama e gjithë kompasit tim. Ka do që shkoj, çka do që shoh, çka do që bëj, e mendoj edhe për të ardhmen. Jo vetëm për fëmijët e mi, po për fëmijët e tyre. Me mujt me bo diçka, që qëta mës me ikë prej Kosovës, qëta me mujt me ndaj qëtu, me gjetë qëtu veten. Me thonë drejten, nuk jom i kënaqur ku jetoj. Për mu Prishtina nuk t'jep kur gjohesh. Është në emnin e vetë. Prishtina, shtu që nuk është që më tërhek Prishtina dhe e shef edhe në fizionomin të emën, nuk ja kom po hajrin diçka
më tërhek kur gjo, se gjithka ishtë këtu poshtë e nalë, se kom vrejt desha kom leni bicikl që edhe prej banesës tem dhe të banesa babës ishtë breg. Krejt ishtë këtu breg, edhe vendi pa ujë për mu nuk më flenë. Kështu që koha jam e ma e lirë, ma e mirë është kur dal jashtë edhe shkoj diku, qoftë në Pej, apo qoftë në Shënxhen, apo qoftë në Tirana, qëto vende që kanë ujë, aty më duket si një kompenzim i gjitha mungesave që i kom pas në Prishtinë. Njofin, pa e këtu njës për shka qështojnë, ata thonë, kjo është troq, i bjen troq, edhe është e vërtet se edhe politikisht më ka kushtu pak. Besoj që ty ndigju shokët e mi që është më referohen, jëmë person që jëmë bajegi i thëmë sende troq. Këta kom pas, pa e s'kisha thonë e met me thonë drejtën, se s'është që i bi pishmon, edhe me politiken, edhe me ministrat, edhe me këndot që kanë qenë. Sendet i kom thonë troq, edhe njifna si person që nuk i toleroj fort futkotjet, kur janis dikush me folë diçka me kompetencë e nuk e ka atë kompetencë. Sepse besoj që kjo ka shkaktu dëm shoqërisë edhe shtetit. Kur njerëz jo kompetent kanë marrë me folë me kompetencë për cilat sendet që si dinas. Na ka ndodhur shpesh në institucione, na mu ullë njerëz e dijes, me qenë audiencë, e pacientat të i tregu doktorave se çka duhet me bo. Kjo është një emet e cila po vrejmë, po shijojmë, po fatkeqësisht po shohim si pasojë. Kjo është një veçori që besoj njofin shok që nuk jam fort tolerant ndaj këtyre personave që i japin vetit ma shumë se që duhen me qenë.